Mirë se erdhët në podcastin tonë të radhës, ku të trajtohet tema modelet shoqërore. Siç e dini që shoqëria kalon nëpër disa tranzicione dhe këto kemi disa probleme mbi shoqëritë modelet të cilat na tregojnë, domethënë të cilat parashtrohen para të rinjve. Dhe janë problematika që realisht duhet diskutuar, sidomos për të rinj, për të parë ato më shumë këtë pjesën anët negative të një modeli dhe çfarë modeli ato realisht duhet të kenë. Si shembull, le të themi. Sot në këtë podcast, video podcast, kemi të ftuar Alil Pajaziti, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi të jem në mesin tuaj dhe të diskutojmë për çështje të cilat janë relevante për shoqërinë tonë, për mjedisin në të cilin jetojmë, por edhe globalisht. Po. Pra, le të ndalemi te pjesat për modelet e gabuara, të cilat janë, siç e dim, kemi plot për atyre, sidomos së fundmi që kur është përhapur pjesa e Big Brotherit, e emisionit, kemi plot modele të gabuara në këndvështrimin, domethënë në përgjithësi, dhe si mendoni juve që këto modele negative ndikojnë tek një individ, të themi? Modelet shoqërore paraqesin personalitet ose persona të cilat konsiderohen si VIP ose shumë të rëndësishëm, të cilët në këtë ose në atë mënyrë kanë arritur deri tek maja e piramidës sociale ose shkallares sociale dhe të cilët pra merren si referencë nga të tjerët, të cilët ndiqen, të cilët pasohen dhe të cilët pra kanë një imazh ose një prestigj, një autoritet, një famë, një nam, të cilin e gëzojnë në mesin e njerëzve, si në aspektin vendor, por edhe më gjerësisht. Dhe ky fenomen pra është prezent edhe në shoqërinë tonë, në shoqërinë tonë ballkanike dhe në shoqërinë tonë shqiptare, e cila është shoqëri e tranzicionit dhe e post-tranzicionit, kur kemi një mishmash të asaj që quhet vlerë sociale dhe antivlerave ose vlerave të cilat tentohet që të shiten, të paketohen si vlera ose të kontrabandohen si vlera, a në fakt janë elemente të asaj që quhet kulturë e pallankës ose një kulturë e themi një provincialiteti e një pagdhenshmërie të mirëfillt shoqërore që bien ndesh me aksiologjinë ose me disiplinën e vlerave, që bien ndesh me etikën si një disiplinë që merret me të mirën dhe me të keqen dhe me estetikën e cila trajton të bukurën dhe të shëmtuarën. Pra, në këtë drejtim në veçanti është më e goditur popullata juvenile ose popullata rinore, e cila gjendet në një të ashtu quajtur themi krizë e të cilës lëviz nëpër detin shoqëror, por ende nuk e di destinacionin se ku duhet që të arrijë. Kështu që në këtë drejtim kemi përplasje themi mes brezave, përplasje mes asaj që quhet mainstream ose një e kaluar e mesit të artë, të cilën e ka zgjedhur ajo që quhet volonté general ose vullneti i përgjithshëm i shoqërisë, dhe nga ana tjetër kemi atë që quhet my way, my style, mënyra ime, stili im, koncepti im, pikpamja ime, identiteti im personal, që merr, përvetëson shpeshherë edhe gjëra të cilat dikush i quan të gabuara, ndërsa pala tjetër i quan se janë shumë normale, shumë të natyrshme dhe se janë vlerë. Pa marrë parasysh se ato mund të hyjnë në atë konceptin të cilën një këngëtare e famshme pop kulturës, Lady Gaga, e ka quajtur garbage idealism, një idealizm i mbetjeve ose i hedhurina ose i
mbeturinave. Këtë kulturë, ose themi pseudokulturë, ose themi kundër kulturë, në veçanti e kanë nxitur konstruktet sociale sikur që janë Big Brotheri dhe reality shows, ose shfaqjet e realitetit ose reale, ku mendohet se pjesëmarrësit aty janë në një botë reale ku ata komunikojnë, kontaktojnë, bisedojnë, kritikohen, shahen, fyhen, kërcënojnë njëri tjetrin me një gjuhë vulgare të vrasht, të ashpër herë, që i ka përcjell të gjitha normat dhe kufit dhe limitet e asaj që neve e dim, që e mësojmë dhe mundohemi që t'ua mësojmë të tjerëve, por ata njerëz që janë aty formojnë një të ashtu quajtur teleidentitet, ose identitet i televizionit, ku synohet që të konstruktohet një jetë reale, në fakt artificiale, sepse nuk ka nevojë. Dëgjova një emision ku një apologjet i reality show thoshte se aty njerëzit paraqiten në pamjen e tyre të vërtetë dhe të mirëfillt, por gjithë njerëzit jetojnë, pjesën ndërmuese të jetës së tyre e kanë të natyrshme, dhe në këtë burg të vullnetshëm ata futen për një aventurë, ose për aventurat të cilat ata i kalojnë, i kapërcejnë aty, ndoshta edhe për nam, ndoshta edhe për para, për aspektin material, dhe që në fund që të dalin fitimtar. Por e keqja qëndron aty sepse syri që vëzhgon gjithçka, që observon gjithçka dhe që sheh gjithçka, nxjerr aty edhe të palarat e atyre emisioneve dhe të asaj kulture, e cila do kisha thënë se është një nivel edhe më poshtë asaj që quhet pop kulturë. Kjo sipas meje është një lloj i tallavas kulturore. Është një kontekst sociologjik ku njerëzit, pjesëmarrësit aty janë në gjendje që të bëjnë gjithçka për të fituar votat, për të arritur deri te destinacioni dhe pëlqyeshmëria, pra që është një makiavelizëm kulturor, dhe aty pra zhvillohen polemikat dhe debatet të cilat janë të nivelit shumë të ulët, përdoret zhargon i rrugës, kemi thyrje të rregullave dhe normave të shprehjes publike, pra të diskutimit në publik, por që për fat të keq ka një forcë magnetike të tërheqëmërisë dhe të atraktivitetit, kështu që disa njerëz bëhen bile janë edhe adikt ose të varur, kështu që nuk munden që të shkëputen, dhe kjo veçmë ka përcyer atë limitin ose kufirin e popullatës rinore. Tani edhe brezat e tjerë shikojnë dhe identifikohen me personin A, me personin B, C, D dhe të tjerë, që mendojnë se i përfaqëson ata, se është i afërt me mendsinë e tyre, dhe që e gjejnë të shpërfaqur botkuptimin e tyre, natyrën e tyre, karakterin e tyre, psikologjinë e tyre tek ai person që gjendet aty në atë dhomë ose në atë shtëpi të hares dhe në atë shtëpi të spektaklit. Desha t'ju pyes nëse çfarë mendoni mbi këtë pjesën që të rinjt janë duke jetuar, le të themi, në një mënyrë ose në tjetër,
në një botë virtuale, për shkak se ju siç e përmendët pak më parë, që këto janë në përgjithësi ato hynë në rolin e dikujt dhe mendojnë se janë atje përderisa jeta reale është shumë e ndryshme për atje, ka rregulla që duhet, megjithëse edhe në reality show ka rregulla, po thjesht mendoj që janë më të kur jenë domethënë në jetën reale gjëra ndryshojnë. Çfarë mendoni, si mendoni që ndikon kjo pjesë të rinjt? Gjithsesi se ndikon dhe kjo, themi, është një shndërrohet në një infeksion social, duke filluar nga aparenca, nga dukjat, tatuazhet, mënyra se si ata lëvizin, mënyra se si ata reagojnë, ndikon tek populata, tek njerëzit dhe në vend që themi që të ofrohet një diskurs ose një ligjërat ku neve do të mësojmë për bontonin, për mënyrën e sjelljes, për edukatën e cila na duhet dhe për të cilën kemi nevojë, duke pas parasysh se jetojmë në një krizë të jashtëzakonshme etike, kur neve përballemi ditë për ditë me skena të dhunës, të violencës, të krimit, të divorceve, të luftrave në skenën globale, në vend që neve të mësojmë për gjërat të cilat janë të mira, gjërat të cilat janë të bukura dhe të cilat na ndihmojnë në ndërtimin e personalitetit dhe të identitetit ton, neve marrim gjërat të cilat kanë të bëjnë me një lloj të rebelizmit, të cilat kanë të bëjnë me raporte të prishura, të një familjeje në thonjza e krijuar për një periudhë të caktuar kohore. Pastaj kemi aty skena të cilat janë pjesë e jetës, por nuk duhet që të shfaqen, sepse në asnjë kulturë nuk ka, për shembull, themi, nuk është e natyrshme që të shfaqet një lloj i pornografisë, sikur që e dini edhe ato skena jepen aty. Dikush do thotë në rregull, pa aty lindin edhe dashuri dhe ka pas skandal edhe çifte, po lindja e një çifti të arshëm që kanë sot fëmijë nuk mundet që ti arsyetoj gjitha ato pasoja dhe reperkusione të cilat dalin nga ai teatr makabër, do ta kisha quajtur, nga ai interakcionizëm ose ndërveprim i ulët ku këta persona, këta individ të cilët gjenden aty, neve na servohen si modele dhe na thuhet se urdhroni, zgjidhni cilin doni juve prej këtyre. Në realitet, njerëzit kanë shumë të tepër mundësi që të zgjedhin modelet e tyre nga jeta e vërtet reale, persona të cilat kanë arritur në lëmit e tyre, në profesionet e tyre, të cilat kanë arritura në shkencë, në dije, në humanitet, në bamirësi, po edhe në realizimin e themi të një dashurie e cila ka krijuar një familje të mirëfillt, e jo si rast i një aksidenti ose një rastësie, themi në një ambient të atill. Ja, zakonshëm, po. Çfarë mendoni në lidhje me mediat sociale, të cilat shërbejnë këto modele tek të rinj? Çfarë mendimi keni për ato? Rrjetet sociale janë një gjë e pashmangshme e jetës tonë, janë një kocke mozaiku të përditshmërisë tonë, të shoqërisë moderne dhe postmoderne të shekullit 21, të cilat
neve i përdorim, i shfrytëzojmë dhe jemi të detyruar të shfrytëzojmë sepse ato përbëjnë një ushqim ditor tonin, pra nëse kemi neve aspektin e të ushqyerit fizik për të përmbushur nevojat tona biologjike dhe fiziologjike, neve gjithashtu kemi nevojë që edhe të konsumojmë informacion të dhëna, gjetje, findings, lidhur me ngjarjet, ndodhit, matjet e pulsit, sondazhet, për fenomenet e ndryshme që ndodhin këtu dhe atje, dhe to janë të rëndësishme dhe janë relevante, por për fat të keq ato kanë edhe dimensionin e tyre negativ, varësisht se si përdoren ato. Dikush rrjetet sociale ose tash quhet media sociale, ndryshe siç quhen, i përdor në këtë dimension të cilën e përmenda unë, por ato mund të përdoren edhe në aspekte të tjera, për shembull në përhapjen e lajmeve të rreshme, të dezinformatave. Tjetër mund të abuzohen dhe të keq përdoren rrjetet sociale edhe për tradhti, për spionazh, mund të përdoren edhe për veprime të tjera të cilat janë destruktive për mjedisin social dhe për vetë personin dhe për vetë individin, mund të krijojnë ato një lloj të manisë, mund të çojnë personin edhe deri në depresion, nëse përdoren tepër. Në veçanti tek popullata fëminore, për të cilat ato sot janë bërë themi të pashmangshme dhe që i kanë thuajse e kanë robëruar popullatën fëminore, kështu që TikTokat e shkurtër, to videot themi në thojza magjike, sot edhe thuajse edhe bebet i kanë bërë për vete, po edhe njerëzit të cilët luajnë lojra të ndryshme, edhe fëmijët të cilët luajnë lojra të ndryshme, të cilët mundet i kanë çuar ka pas raste që kanë çuar deri te akte suicidale ose deri te akte të vetvrasjes. Kështu që mendoj se mediat sociale dhe rrjetet sociale mund që të lidhin me shumë vlera dhe me shumë gjëra të rëndësishme. Për shembull, para se të vija këtu, lexova një artikull të një miku të një shoku që e kishte publikuar në një portal dhe prej aty pastaj arrita deri te një muzicien libanez, Marcel Khalifa, prej aty arrita tek një klarinetist që ishte maestro i klarinetit Lumanovski, që nuk e kisha njohur. Shikoni tash, prej një tekst serios, personi flet për një koncert që e ka mbajtur në Filharmoninë e Shkupit dhe pastaj ti njihesh me një person ekstraordinar, të jashtëzakonshëm, të veçantë, ku unë vërtet gjeta prekjen dhe kënaqësinë para se të vija këtu. Disa sekuenca i dëgjoja dhe shihja aty për shembull se ka komente në gjuhën hebreje, ka komente në gjuhën turke, ka komente në gjuhën maqedonase, në gjuhën serbe, në gjuhën angleze. Përmes rrjeteve sociale neve mund të njohim edhe personalitetet tona që neve na bëjnë krenar, që i kemi në për botë, student tanë, alumnit tanë, mësojnë për sukseset e tyre, mësojnë për shembull për doktor Xhemailin, i cili arriti që të bëhet drejtor i spitalit të Zyrihut. Kemi mësuar për shembull për famën e René Redjepit me shkaktësitë dhe artin e tij gastronomik. Mund të arrijmë që të mësojmë edhe shkencë. Për shembull, unë studentëve shpesh u gjej materiale të rëndësishme
në rrjetet dhe në mediat sociale, të cilat pastaj u jap si link, të cilët ata duhet ta shikojnë ose do duhet që ta lexojnë atë tekst ose një postim të shkurtër të dikujt, i cili duket shumë sipërfaqësor, por në esencë ka atë brendësinë e vet dhe ka një semantik, një domethënie, një kuptim të veçantë dhe të jashtëzakonshëm. Shkurt e shqip. Rrjetet sociale janë sikurse të themi një thik, me thikën mundet që çka të bëjmë? Mundet që të gatuajmë, që të përgatisim një gjellë dhe mund të bëjmë art pamor prej saj, por në të njëjtën kohë të tjerët e përdorin atë edhe për krim. E përdorin për krimin, për shembull, e përdorin për të vrarë, për të ekzekutuar dikandin. E njëjtë është rasti edhe me to që i thash, për njërës skajshmërinë në skajshmërinë tjetër. Pra na duhet një bon sens, na duhet një racio, një arsye, na duhet një kulturë mediatike që jo çdo kush e ka, që të dimë që të përzgjedhim me pincetat e kirurgut, të dimë që të veçojmë atë që na duhet dhe atë që nuk na duhet. Të dimë atë që është e vlefshme dhe që është e pavlefshme. Ndonjëherë ndoshta duhet që të mësojmë edhe antivlerat për të parë, sepse sikur të mos ishte e zeza, nuk dinin për të bardhën, apo sikur të mos ishte nata, nuk do dinin për ditën. Por ama e gjithë kjo me një rezon dhe me një kufi të caktuar. Unë jam kundër manisë, kundër varësisë dhe kundër harxhimit të kohës në një botë virtuale duke pas botën real, duke pasur përtitshmërinë tonë. Nuk është e njëjtë, mundemi që të pim një çaj, një kafe me parefisin tonë që kemi në Brisbane të Australisë dhe tjetërin që e kemi në Hanover të Gjermanisë dhe të tretin që mundet që ta kemi, për shembull një mik e kam në Japoni që punon atje, por biseda që neve zhvillojmë, qoftë me tiktaket e tastierës, qoftë me bisedën audio që neve e zhvillojmë përmes Skype-it, WhatsApp-it, Viberit ose FB-s, janë të njëjtë. Ka dallim në gjithë këtë. Për këtë arsye them, ruajini modelin e komunikimit face to face ose ballë për ballë dhe dijeni vlerën kontaktit, komunikimit me njerëzit në përditshmërinë tuaj, sepse kjo edhe psikologjikisht është e vërtetuar se display nuk është sikurse biseda që zhvillohet në një ambient dhe në një mjedis natyror. Neve këtë edhe në aspektin empirik kemi provuar. Ishim COVID-19 ose koronavirusin dhe atë neve një pjesë të ligjëratave, në fakt neve si universitet gjithë një kemi tentuar që të mbajmë on-site leksionet, por kemi pas disa periudha të shkurtra kur kemi bërë shkëputje për shkak të gjendjes dhe të kontekstit. Kemi mbajtur ligjërata online nga distanca dhe kemi konstatuar se nuk është e njëjta gjë. Produktiviteti nuk është. Dhe i kam pyetur studentët pasi që kemi përfunduar 2 javë ose 3 javë me online, kemi vajtur në klasë, ka thënë profesor, kjo është ajo ligjërata e vërtet dhe e mirëfillt. Teknologjia na e ofron punën, e ka shndëruar në një katund ose në një fshat botën, sikur që shprehet me luhan, dhe kjo është e mirë, kjo është për ti duar trokitur, sepse dikur neve një letër e çonim e dushte një javë dhe ditë që të shkoj diku, ndërsa sot atë kemi në çast. Me dikë që duhet të kontaktojmë, duhet që
heqim të zezën e ullirit për të arritur deri tek ai, ndërsa tash me një klik neve mund që të flasim bile edhe ta shohim si fotografi. Unë për shembull Besën e kam në spital dhe tash ishte kënaqësi që me që nuk ke të drejtë që të futesh brenda, ishte kënaqësi që ta shohësh, do të thotë se në çfarë gjendje është ajo dhe si përparon në rekuperimin e saj. Pra, rrjetet sociale dhe bota kibernetike, bota e medjave dhe bota e 3W-ve, e netit, e netizenit, qytetarit të networkut global është realitet, por gjithçka varet se ne çka konsumojmë dhe sa konsumojmë. Sepse edhe ushqimi i tepërt, nëse diskutoni me një doktor ose me një dieticien, do të thotë se ngadalë duhet që të kemi kujdes. Edhe në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm kontrolli. Dhe kjo para së gjitha self-control, vetë kontrolli, por edhe kontrolli nga jashtë që nuk kalon në një diktaturë, sepse shpesh prindërit dinë që ta ka përcen kufirin, apo dinë që ta kalojnë atë vijën e kuqe, kështu që përdorin edhe metodat të cilat nuk janë pedagogjike, të cilat nuk janë metoda produktive, pra të qëndruarit çdo herë mbi kokë të fëmijëve, po edhe të njëri tjetër nuk është në rregull. Më mira është që themi ta thirrim dikën në kafe ose në çaj, sa të themi lëre atë telefon se më je bë i bezdisur dhe i pashkëputshëm prej ti. Po, gjithsesi mendoj që prindërit e kanë atë pjesën të mbajnë larg, le të themi, këtyre modeleve që biseduam, domethënë mundohen të jenë protektiv, mendoj, fëmijët ta mbajnë më afër për këtë shkak mendoj që edhe unë ato normalisht kjo është instinktive. Po. Është e bashkëlindur tek njeriu që dëshiron që të ta mbrojë, të ruajë dhe fëmia i tij, familjari i tij, antari i familjes së tij, po edhe të tjerët, sepse njeriu normal edhe tjetrin kur e sheh, kur dëgjon për se ka marrë një rrugë të gabuar, se ka dalë prej taktit, nuk gëzohet, po e ka pa një dëshpërim. Pra, dëshiron që ta ruaj, ta ketë brenda kornizave të normales, që ai të jetë mjeti krenaris së tij, që të tjerët i flasin fjalë të mira dhe ti thonë elozhe, lëvdata atij ose asaj për fëmijën e vet. Dëshira dhe vullneti është gjithsesi pozitiv. Por ama mënyra se si neve duhet që t'ua prezantojmë këto modele të kësaj tallava kulture ose të themi kësaj kulture të pallangës, kësaj kulture të provincës, e cila tenton që na e glaboroj neve, na e marr atë dheun që e kemi nën këmbë përmes mediave, përmes televizionit dhe rrjeteve sociale, të cilat para së gjithash kanë si objektiv pra të arrijnë shikueshmërinë ose vizibilitetin. Pra të kenë ato këtë të jenë sa më të shumta në shikueshmëri. Pra sa më tepër mira, qindra mira dhe milion shikues të interesante ishte mbrëm se duke përgatitur diçka që më duhej për një kurs që mbaj, pash një fenomen balkanik, Omça, një bosnjak i cili ishte
ndjekës, aq numër të madh të ndjekësve saqë fitonte 10.000 dollar ose euro brenda ditës. Dhe gjithë kjo ishte një lloj i humorit zi, gjëra të cilët janë kështu. U mundova të shikoj disa sekuenca në YouTube dhe pash se çka duan njerëzit. Njerëzit duan diçka që është themi skandaloze, diçka që është e veçantë, diçka që është një goditje që ata i lidh me ekranin, pa gjërat të cilat janë shumë të thjeshta, edhe të cilat janë shpesh të pacipa, do thënë janë gjërat të cilat neve nuk kishim dashur që të jenë pjesë e jona, ama nganjëherë na imponon, nganjëherë kështu për shkak të kuriozitetit neve i ndjekim dhe i shikojmë. Ky person të shtyeshtë ishte në top 10 që më duket shikojshmërisë të ndjekshmërisë. Jo vetëm ballkanike europiane, po edhe më gjerë, sa arrita që të lexoj. Anë ato unë nuk pash asgjë tjetër, shumë për tu marrë dhe për tu veçuar. Si mendoni, çfarë mendoni juve mbi këtë, si mundemi këto, pasi përmendet këtë model, si mundet këtë model ta zëvendësojmë me një model tjetër, më të mirë, i cili na ofron të rive u ofron më shumë të motivohen e çdo send tjetër. Si mendoni që këto modelet negative, domethënë të ndryshohen? Këto modele kanë qenë, janë edhe do t'jenë. Gjithnjë ka pasur, në mbaj mend që si student ka ekzistuar kjo kulturë edhe në kohën e monizmit, por nuk ka qenë kaq aparente, nuk ka qenë kaq e dukshme dhe nuk ka qenë kaq e përhapur. Edhe atëherë për shembull keni pas një lloj të muzikës i cili ka qenë i veçantë, që ka dalluar nga muzika që ka dëgjuar çdo kush, keni pas revista të cilat kanë promovuar gjëra të këtilla, dhe ky ka qenë realiteti që sot është stërzmatuar dhe është egzageruar dhe është pompuar. Kush e pompojnë këtë? E pompojnë magnatët mediatik dhe kompanit të cilat bëjnë para në saje të skandaleve dhe në saje të asaj që është e jashtëzakonshme dhe bombastike. Do të thotë sa më shumë të bësh gafe, skandale, aq më tepër të rritet fama. Dhe kjo vlen në të gjitha sferat e jetës, edhe në politikë. Edhe në politikë ju keni politikanë të cilët rezonojnë, arsyetojnë, të cilët e dinat që Weberi ka quajtur profesion i politikanit, i vokacion i politikanit, dhe nga ana tjetër juve keni politikanë skandalos të cilët flasin fjalë dhe përdorin fjalor i cili nuk i përket një mjedisit atill kur duhet që t'jetë udhëheqësia e një shteti, pra të zgjedhurit e popullit, e demosit, pra edhe në sferën e politikës keni të atill, edhe në sferën e artit, edhe në shumë sfera të tjera, po edhe në sferën e akademisë keni raste që për persona ose individ të caktuar ekskomunikohen, përjashtohen për shkak të veprimeve të tyre, jo për shkak të kriticizmit që kërkohet në shkencë, por për shkak të themi se nuk primojnë vlera të mirëfillta.
Faleminderit shumë për gjithë këtë bisedim, bashkëbisedim produktiv. Ishte vërtet kënaqësi që ju kemi ju këtu tash, sot që biseduat mbi këtë temë. Faleminderit shumë për që erdhët. Ju falenderoj edhe juve, kënaqësia ishte e imja dhe shpresojmë që sërish të takohemi. Faleminderit.